Nëse të gjithë e dojnë familjen Jashari, pse po e lojnë anash Skënderajin edhe nuk po, kur dihet që vendlindja e Jasharit është Skënderaj Prekazi, pse po e lojnë pa investime? Këto inatet partijake kur s'kan me vdek mes shqiptarëve. E thonë me ta jep dorën që tash ty me të nxjerr prej një vulkani ose diçka, ma përpara e sos veten çat vulkan se sa që ma jep dorën, mos t'ja japi dorën me ja lënë nerën kësaj se ja kam pas inatit të njëjtën. Çka mendon që duhet me bu ma shumë për artin, pra? Që ose me lënë anash pak politikën e me janis më mirë me këto nëse veç na çojnë këto anash. Përveç me lënë anash politikën, politikën, do me lënë anash edhe inatin. Për shembull, ne Drenica jemi që e votojmë ma shumë PDK-n. Tjerët janë ma shumë... ja u knaqe zemrën shumicës që na thonë, jo votoni PDK. Po, janë pjesa që e votojnë ma shumë PDK-n, janë edhe një pjesë ku e votojnë tjetrën, po tash nëse nuk fiton një parti tjetër politikën, Skënderaj, në Drenas, në Malishev, në Kaçanik, po i përmendi këto vendet, pa i përmend qytetet, dhe me thonë që janë regionale pak më të mdoja, atëherë pse me shti inatin edhe mos me investu edhe në qatë qytet. Nëse të gjithë e dojnë familjen Jashari, pse po e lojnë anash Skënderajin edhe nuk po, kur dihet që vendlindja e Jasharit është Skënderaj Prekazi, pse po e lojnë pa investime? A menon që ka edhe që se Jasharit i bën dere të e përkra qytetin e tij edhe krejt qytetet tjera. Nëse e kanë dash Zahir Pajazitin, pse nuk po e përkrajnë Podujevën? Nëse e kanë dash Luana Haradinaj, pse nuk e përkrajnë Pejen ose qytetet tjera? Nëse e dojnë Fatmir Limën, pse nuk e përkrajnë Malishevën? Ose nëse e kanë dash Nexhmije Pagarushen, kur është kjo pjesa tjetër artistike, ose Ilir Shaqirin edhe ato. Dhe me thonë, neve a duhet me ra gjithmonë një smundje e madhe, e një fëmije për me na bashku në bamirësi, a duhet me ra gjithmonë një murtaj me na bashku si popull, ose një luft për me na bashku si popull, neve duhet me na bashku arti pas luftës. A menon që bojnë edhe që si krahasime pra partit politike, ose kushdo që hypë në pushtetin në qeveri, që mos me përkra një zonë caktuar veç se kanë inate partijake? Këto inatet partijake kur s'kan me vdek mes shqiptarëve, se ne edhe shquhemi për inatin e shqiptarët. E thonë me ta jep dorën që tash ty me të nxjerr prej një vulkani ose diçka, ma përpara e sos veten qatë vulkan se sa që ma jep dorën, mos t'ja japi dorën me ja lënë nerën kësaj se ja kam pas inatit të njëjtën, mos të më shpëton kjo. Dhe me thonë jena në gjendje me sakrifiku shumë keq diçka më na ndodh, veç për inati mos me lënë tjetrin me bo qatë punën, që është punë e mirë për shtetin ose për vetë personin.